Vllaznia e futbollit për femra mundi thellësisht e Ignatien me rezultatin 11-0. 2 prej golave të Vllaznisë ishin edhe Verona Berisha, që kemi në këtë moment në intervistë. Urime Verona. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi edhe për ju dhe për stafin që erdhët nga Stoli në pjesën e dytë dhe menjëherë shënua 2 gola. E kënaqur? Jam shumë e kënaqur edhe gjithmonë jam e gatshme ta ndihmoj ekipin e Vllaznisë atëherë kur ka nevojë për mua. Një ndeshje në një farë mënyrë e lehtë kjo. Një ndeshje dominume prej neve, po presim javën e ardhshme kemi ndeshje pak më të vështira edhe presim që ato t'i zhvillojmë sa më mirë që mundemi. Edhe 3 javë ka kampionati për të mbyllur, por ndeshja javës së ardhshme ndoshta është ajo me kulmora, keni përballë Apollonin pretendente që shpeshherë ka prodhuar edhe rivalitet. Si po e prisni këtë ndeshje? Jemi përgatitur mjaft mirë, besoj që si çdo ndeshje tjetër edhe ajo ka rëndësinë e vet. Ne në Fier shkojmë vetëm për fitore. Vllaznia kampion absolute për disa vitesh, por duket se edhe këtë sezon kërkon trofeun. Gjithsesi ne jemi pretendentët kryesor përsëri të bëhemi kampion edhe këtë vit. Pjesë e Vllaznisë për disa vitesh është edhe një kontingjent vajzash nga Kosova, ku jeni edhe ju me Arbiona Baraktarin, që është e hershme dhe të tjera. Si ndjeheni në Shkodër? Është kënaqësi të jesh pjesë e Vllaznisë. Shkodra, ç'a them, është djepi i futbollit shqiptar edhe është shumë kënaqësi që të luash në klubin e Vllaznisë. Ka xheluzi në Kosovë, skuadrat e atjeshme se luani për Vllaznin? Po nuk e di, nuk di. Veç e di që këtu ndihem shumë mirë dhe jam e lumtur që jam pjesë e Vllaznisë. Familja juve ju mbështet nga Kosova? Po, zakonisht vinë, sidomos në lojtë Champions League, kur kena lojtë Europa League, po edhe këto lojtë kryesore që i kena ma rivalitet, janë gjithmonë prezent. Sot shënua 2 gola, po i rikthehemi takimit edhe një herë. 2 gola që kanë një dedikim, mund themi. Po si gjithmonë dedikimi bëhet për familjen, për ekipin. Për familjen në veçanti, për babin apo për mamin e tepër? Kush është më afër jush? Babi është më për krahas, po për gjithë familjen. Dyat, për edhe për mamin edhe për babin. Vërë në urime për do pjetën që shënuat sot dhe suksese në takimet e ardhshme. Shumë faleminderit.